Vetëm pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama dhe presidenti francez Emmanuel Macron në mbarim të samitit të Komunitetit Politik të Europës kanë zhvilluar një vizitë në kampusin e Shkollës Elitare të Inovacionit dhe Teknologjisë 42 Tirana. Shkolla e pranishme në 32 shtete, 57 kampuse, tashmë edhe në Shqipëri, pritet t'ju ofrojë një uri të gjithë atyre që e duan teknologjinë. Për më tepër flasim këtë mëngjes me dy të ftuarit tan, Donjeta Sahaçiu, drejtore e kampusit 42 Tirana. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur, dhe Silvestri Ndoj, student 42 Hale Brown, pjesë e ekipit të 42 Tirana. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Ndërkohë së fundmi keni patur dhe një vizitë goxha të rëndësishme nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Mbështetje e madhe, çfarë do thotë për ju? Shumë e rëndësishme. Fillimisht faleminderit shumë për mundësinë për të folë për audiencën e juaj. Ka qenë një vizitë e jashtëzakonshme, nuk ndodh, në fakt nuk ka ndodhur asnjëherë në kampuset të tjera në botë që të ketë presidenti i vetë shtetit që e ka themeluar shkollën, të merr pjesë në inaugurimin e kampusit, bashkë me të sigurisht edhe kryeministri i vendit, kishim me kryeministrin ton, por edhe një tjetër shumë të ftuar special që ishte themeluesi i 42-shit. Oh, themeluesi i 42-shit ishte këtu. Themeluesi ishte këtu. Tre njerëz shumë të rëndësishëm. Po këna fut pak edhe në historikun e kësaj shkolle, pra sepse 42 Tirana është një shkollë e cila hapet bazuar në një përvojë globale, dhe një shkollë e cila ka korruar suksese aty ku është hapur, kanë përshtypjen mbi 55 vende të botës tani më që e kanë. Le të tregojmë pak se si nisi 42-shi, edhe aty dalim edhe tek ajo pyetja e zakonshme, pse quhet 42? 42-shi nisi në fakt si një startup. Ka filluar në Paris në vitin 2013 për të zgjidhur një problem. Problemi ka qenë që vazhdon të jetë edhe sot, për të zvogëluar këtë hendeku në mes të çka prodhohet nga shkolla dhe çka kërkohet për punësu. Do të thënë, ke një anë shumë kompani që thonë nuk gjejmë punëtor, dhe me një anë tjetër shumë të diplomuar që thonë nuk po gjejmë punë. Këtu sigurisht është një problem. Ky paradoks. 42-shi është një tentativë, një përpjekje shumë e veçantë, shumë e ndryshme nga ajo se çka funksionohet sot në një sistem të edukimit kudo, për ta minimizuar, për ta ngushtuar sa më shumë këtë hendek, sepse 42-shi është themeluar vetëm me idenë për të përgatitur për punë. Të më thoni se ka një KPI, një indikator suksesi që 42-shi e ka sot, kudo në botë, nuk është sa student po i diplomon, ose sa student po i regjistron, është sa student po i punëson. Të më thonë, fokusi kryesor është aty. Qartë. Edhe ju si dili me këta? Me këtë KPI? Ne me KPI kemi 3 muaj që kemi fillu, sigurisht jemi në fazat e para. 42-shi në 42-shi në përgjithësi 98% e të gjithë alumni, do të thënë studentët që kanë përfunduar janë sot të punësuar. 98%. 98%. Këtë ne nuk e kemi komunikuar deri tani, edhe duket është hera e parë që po e bëj publike, sepse janë dy veçori shumë të interesante të shkollës. Një është që është shkollë pa pagesë, dhe e dyta është kjo që suksesin që ka që 98% janë të punësuar. Jemi pak një kulturë që nuk i besojmë gjanat shumë të mira, edhe me një fillojmë me skepticizëm sepse si ka mundësi që ekziston. Kështu që kjo është hera parë që po e themi që ka kaq shumë sukses. Po ekziston edhe ne kemi dëshmi në fakt. Silvester është student i 42-shit. Si ka qenë shkollimi aty për ty? Atëherë shkollimi ishte, do të thënë, ishte kjo pjesa në Heilbronn, ishte një në Gjermani apo? Në Gjermani, po. Një nga kampuset atje. Një nga kampuset, një nga 55 kampuset deri tani. Ishte pjesa, domethënë, që ishin shumë kultura të ndryshme aty dhe shumë etnicitete të ndryshme që bënte të mundur qëllimi i saj, domethënë, ishte vetëm një vizion i qartë dhe bashkëpunimi dhe bënte të mundur, ishte shumë magjike që ishte kjo pjesa e lidhjes, shkëmbim eksperiencës, eksperiencës. Por veçanërisht domethënë ishte pjesa që të gjithë kishim një synim. Pra ishte kjo pjesa e lojës, domethënë projektet ishin bazuar që të kryhen nga të gjithë. Si u njohë ti me këtë program? Edhe një herë lutem. Si u njohë me këtë program? Pra si nisi për ty e gjitha? Ky program nisi si lojë, domethënë, siç është edhe regjistrimi, domethënë është vetëm një lojë. Atëherë nga një marketing, domethënë që pata, vendosa të bëja atë lojën e parë dhe thjesht rastësisht mendova, po jap një shot domethënë fazës piscinës që më tej Donjeta mund të flas për të. Dhe ja ku jemi domethënë tani. Do të rhoqi dhe u bëre pjesë. Po tani Silvester thotë që është një lojë praktikisht. Për të bësh pjesë e 42-shit është lojë. Do na shpjegoni këtë. Dhe e dyta,
pjesa që ti the është një shkollë pa pagesë. Që do të thotë si seleksiononi se mund të jenë shumë të rinj ose njerëz që duan të vinë. Fillimisht Silvestri jam shumë e lumtur që është bë pjesë e ekipit, sepse bashkë me Silvestrin ne kemi edhe një tjetër, që është Eriku, që ka përfunduar në Fortit të Wolfsburg, dhe janë dy shqiptarë që kanë përfunduar diku tjetër janë rikthy. Në këtë e them më shumë edhe si një rikthim të trurit që kishte ikë dikur nga Shqipëria, që e konsideroj të domosdoshme, për të rikthyer dhe për të kontribuar, kështu që i falenderoj. Bashkë me këta kemi edhe një kudos shumë të shkurt për ekipin, Marinelen, Rej, edhe Anisën dhe Gentin. Jemi një ekip që jemi kriju tashmë këto 3 muaj dhe ka qenë rrugëtim i vështirë, jo shumë i lehtë. Kemi më shumë se 2200 regjistrime. Deri tani 2200 regjistrime. Ndërkohë kuota është më e vogël. Ndërkohë kuota në fakt ata që mund t'i përzgjedhin janë 150. Por e mira këto është që nuk kemi nevojë të bëjmë përzgjedhjen si staf, si ekip. Sistemi është i menduar si soi që e bën përzgjedhjen duke marrë parasysh bootcamps, pishinat. Ne kemi rasti që kemi një emërtim të ngjajshëm me piscine French për pishinën që është një sinonim. Ideja është që për 4 javë ti zhytesh. Po, e kuptoj. Dhe s'ke komardarja. Ata që notojnë vazhdojnë. Po. Edhe ata që notojnë vazhdojnë. E kuptova. Dhe vetë sistemi është situacion vetë selektues, pra vetë përzgjedhës. Sa më shumë që ti qëndron në kampus, sa më shumë lojra që ti bën, sa më shumë projekte. Do të thonë asgjë në 42 nuk është e detyrueshme. Do njëjtë po niset me 2 lojra që janë lojra që masin njohuritë tua, apo jo? Pjesë e regjistrimit, domethënë 42tirana.al është një buton që thotë apply now. Kur klikohet ajo më njëherë kalon në fazën ku i plotson dhënat e tuaja dhe pastaj bën lojrat. Janë 2 lojra. Tani këto janë lojra, janë edhe për të argëtuar, për më shumë është për pas një shije se çka është 42-shja. Domethënë nuk është një testim i zakonshëm i rëndomt matematike ose gjuhë angleze ose diçka tjetër, programimi. Zakonisht. Por është thjesht është një lojë nga e cila ti shihet se çfarë përgatitje logjike ke. Të sfidon në aspektin logjik, edhe në aspektin kreativ pak, sepse duhet kesh pak durim, duhet dish si ti bësh disa gjëra, domethënë janë 2 lojra shumë interesante. Domethënë ndërkohë që ti luan, loja po luan me ty në një farë mënyrë është. Edhe ajo ndodh. Po mësoni njëri tjetrin. Ju ftoj shumë që ti provoni edhe ju. Pra ajo që po kuptojmë është që mund t'i bëni edhe ju. Dhe ishte hapur 24/7. Pra është e hapur për gjithë ata që duan ta provojnë. Është falas, është në çdo orar të ditës 24/7. Pra që do të thotë që dikush që mund të punojë fjala vjen deri nga ora 7 mbasdite, sepse nis gjithsesi, dhe e ka kohën e lirë, fjala vjen në orën 10 të darkës. Mund të vi atëherë. Mund të vi atëherë. Një prej arsyeve kryesore pse shumë student anë mban botës e zgjedhin 42-shin krahasimisht me shkollat e tjera është sepse është shumë fleksibël. Domethënë është e hapur 24/7. Ne jemi në katin -1 të piramidës, aty ku edhe inauguruam të premten me të ftuarit që kishim. Kampusin është dikund pak më shumë se 500 metra katror, është një hapësirë e jashtëzakonshme. E pajisur, siç e pam edhe në fotot. E pajisur me gjitha dhe mendoj që një prej përparësive më të mëdha që i ka Tirana në këtë rast është që ka kampusin në zemër të qytetit. Zakonisht në shumë vende të botës kampuset janë në rrethina, janë më larg. Kjo është e arritshme nga të gjithë. Kjo është e arritshme nga të gjithë. Strategjike, po. Përveç se në 42 mund të bëhet pjesë kushdo 18+. Domethënë ne kemi aktualisht një nën që është regjistruar bashkë me birin e vet. Okej. Nëna ka për qëllim që të hap një startup të saj, është në mbi 40-tat. Wow. Djali i saj ka përfunduar tashmë shkollën dhe është i gatshëm për të hyrë në programe. Kanë 2 qëllime të ndryshme. Kemi një inxhiniere Ina e cila ka punuar tash 5-6 vite në inxhinieri ndërtimore, dëshiron të mësoj kodim për të automatizuar disa punë të saj, pra për të shërbyer edhe më shumë punën së vet. Po. Domethënë kemi ata që diplomojnë nga shkolla e mesme, domethënë është pafund. Kemi të huaj që jetojnë rezidentë të huaj që janë në Shqipëri dhe që vinë atje. Po mirë, por ideja e 24/7 është që është fiks për ata që punojnë. Ti mund të vish një pasdite, një mbrëmje, në fundjavë, ke kompjuterin tënd, logohesh dhe e vazhdon me rutimin tënd, aty ku ti ke lënë. Sepse është sistemi, është sistemi që të ndjesh sistemi. Po mirë, Silvestër, me që të kemi këtu doja që të pra mbasi e kem mbaruar këtë, po thoshe do jetë rreth 2 vjet është zgjat loja, po themi që është ndërkohë procesi mësimor në vetvete.
çfarë janë aftësitë që ti merr në fund të kësaj? Cilat janë cilësitë tua që ti mund të thuash pastaj zotri un kam mbaruar 42-shin? Çfarë mund të bësh me to? Edhe un mund të bëj 1, 2, 3, 5 gjëra për kompaninë tuaj dhe ti je zë atë vend pune. Shumë saktë. Atëherë fakti që 42-shi ka këtë pjesën e gamified, le të themi, të ndihmon jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht. Pra të ndihmon ty të kesh një rrjet networku të gjerë, të cilin ty të ndihmon edhe në për startupe të ndryshme, të ndihmon në personifikimin tënd dhe më tej. Pra përveç pjesës së kodimit, okay, dakor, nëse e lejmë në janë, ke edhe këtë pjesën tjetër, që ty nesër mas nesër të ndihmon në pjesën më të rëndësishme, që është të kesh networkun sa më të gjerë. Ke kontakte dhe siguron punë të tjera, është një plus për ty. Rrjetëzimi, siç i themi po. Patjetër. Domethënë në Heilbronn kishim sidomos edhe këtu në Tiranë, tek Piramida, po krijon disa startupe dhe evente të tjera, të cilat nëpërmjet 42-sh, nëpërmjet studentave do arrihet kjo pjesa bashkëpunimit. Pra jo vetëm kodimi në këtë rast është baza, përfitimi. Po kodimin e kemi brenda, kodimi sigurisht, po s'pate kodimin do të thonë që ju bashkëpunoni dhe mësoni, po themi me njëri tjetrin, nuk ka mentor, profesor, pra shkolla universitetit tipik tradicional. Nuk ka. Që ke dikë në kokë që të vëzhgon të mëson. Do thënë këtu është gjithë koncepti tradicional që ti nuk e ke një profesor përpara që ti e dëgjon, domethënë një pasiv. Këtë rast e dëgjon, mund të jesh pak të bësh një pyetje 2, po ti përfundon mësimin. Mund të humbesh në mendime ndërkohë që qëndre ka studentin përmes projekteve që janë konkrete, reale. Domethënë janë projekte fikse ato të cilat ti gjen nesër në punë, në vend. Pra ty të japin projekte, që do të thotë. Të japin projekte. Nëse vim aty ti ekzekuton, i kryen. Ke këtë projektin dhe duhet ta bësh. Është vetë sistemi, ti hyn, logohesh edhe sistemi më përdor. Kjo kërkon një disiplinë shumë herë më të madhe për faktin që ti nuk ke një supervizor, nuk ke një mësues, po mund vinë një moment që ti mërzitesh, se thua bobon se bëj dot të gjën. Faleminderit që ndodh në këtë rast. Sepse sot ne jetojmë në një kohë që në fakt ti mund të jesh edhe autodidakt, ti mund të mësosh, ke vënë një fokus vetes që dëshiron të mësosh diçka kod dhe mund ta bësh atë edhe pa një shkollë. Sigurisht që mënyra se si mësohet në 42 është e përqendruar vetëm për industrinë, domethënë të bëhesh gati për tregun e punës, por që ti mëson si të menaxhosh kohën tënde, ti mëson si të menaxhosh detyrat e tua në një kohë fikse që ti ke. Ti menaxhon të punosh, ti mëson të punosh në grupe në role të ndryshme. Një herë je lead, një herë je support, një herë je peer review, një herë je code review, domethënë role që ne kemi në industri. Ti formatohesh si njerëz, domethënë. Ti thjesht përveç aftësive, të shumë gjëra. Pra ta cekim edhe soft skills. Ta cekim edhe këtë pjesë. Aftësitë buta. Shumë e rëndësishme për ta cekur. Dhe ju do pyesni për shembull kush i vlerëson domethënë këto projekte, pra krejt edhe vlerësimi bëhet nëpërmjet studentave. Ju bëni me njëri tjetrin vlerësimin. Po, domethënë projektet e mia i ka vlerësuar një student tjetër. Pra është edhe kjo pjesë, domethënë në industri ti do mësosh domethënë ta marrësh një projekt dhe nuk do rrish domethënë opa ngeca dhe thjesht mund të futesh dhe ta korrigjosh domethënë ti shohësh problemet. Simulon jetën reale pra. Po simulon jetën komplet të tjetër. Nëse ti je një kodues i punësuar diku dhe ngec, po themi se ka vështirësi, atëherë ti ç'a bën, shkon tek kolegët edhe e shikon nga një kënd tjetër, mundohesh ta zgjidhësh, pra kjo është aftësia e punës në ekip për të kaluar një vështirësi. Po ta të pyesja, me që ti ke këtë plan krahasues me 42-shin në Gjermani dhe 42-shin e Tiranës që është hapur këtu. Është programi njësoj, janë praktikat njësoj në këtë aspekt, si krahasohen? Shumë e saktë, domethënë kjo ishte një pikë kyçe që të gjithë projektet, të gjithë 42-shet nëpër botë ku janë komplet identike. Projektet, struktura, e njëjta strukturë, e njëjta format, e njëjta standard. Pra kudo të shkosh, në cilin shtet të botës ku ka kampuset të 42-shit, është totalisht ne ju sugjerojmë Tiranën. Sigurisht, për vetëm arsye, domethënë unë personalisht kur shkova në Fortitude Heilbronn, domethënë nuk ishte Fortitude Tirana. Dhe pjesa financiare që masivisht domethënë studentat shohin është pjesa financiare. Është problem, do të marrin kredi, studenti është mbështetje shumë e madhe. Ka kosto goxha. Ka kosto jetese. Nuk krahasohet kosta e jetesës një vendi tjetër në Shqipëri. Jo, pa diskutim. Në këtë rast është edhe kjo ideja që se kemi pas shumë studentë që në një pikë saktuar kanë provuar të shkojnë në një 42 tjetër, por ose nuk e kanë marrë vizën ose kanë vendosur për arsye financiare që mos vazhdojnë tutje. Tani është mundësia këtu. Dhe shkolla e parë në rajon. E qartë. Do të thonë shkolla më afër që është në Itali.
Kemi shumë shtete tjera për rreth. Pra në Ballkane kemi tani kjo do e bëj Tiranën dhe më interesante. Kam përshtypjen do vinë studentë edhe nga vende të tjera për ta frekuentuar. Kemi kërkesë nga Maroko, kemi pas kërkesë nga Londra, nga Barcelona, nga Tokyo, 2 studentë. Nga Turqia vetë se kemi, më thënë është edhe nga Franca. Ka një waiting list ndërkohë. Po cilat janë mundësitë e punësimit do jetë? Pra nëse e bën këtë shkollën, çfarë të ofron Tirana? Ku mund shkojnë këta studentë? E mira dhe veçanta kësaj është që ne kemi për obligim që të bëjmë marrëveshje bashkëpunimi dhe për t'ju ofru studentëve tanë mundësi, jo vetëm punësimi, por edhe mundësi praktike, internshipe. Me pagesë, gjithmonë me pagesë. Nga shkolla ti mund dalësh edhe me një diploma, nëse arrin një nivel caktuar, kur ti ke përfunduar projektet, ti mund të jesh eligible, të marrësh një diplomë e cila është ekuivalente me një bachelor, që është diplomë franceze. Dhe njëjtë, po. Njëjtë, nëse vazhdo me specializim, mund të kalosh në një nivel që ti merr një master, professional. Kështu që por që dihet si funksionon industria në përgjithësi është që sot mund të punosh edhe pa diplomë. Domethënë kemi shumë programe një shërbim dhe e bën mirë pa diplomë, sepse koha që ty të duhet në një sistem tradicional për të marrë diplomën, të ecë shumë me teknologjinë në një vend pune. Prandaj kjo është edhe një. Po mirë, ju e mundsoni dhe ndërmjetësimin me kompani të ndryshme? Ne kemi për obligim dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme që ofron komuniteti 42-shit, sepse nuk është vetëm që ne presim ti të vish, të mësosh, të bësh projektin tënd dhe të ikësh. Ne presim që ti të shijosh çdo gjë që është në kampus. Ky në punë i rrezimi që u përmend. Aktivitetet ekstrakurrikulare, ne do kemi të ftuar të bizneseve të cilët do vinë. Do kemi ndoshta një prototip të një startupi që vjen dhe bën një prezantim. Aty është mundësia punësimit. Ne bëjmë matching, domethënë kandidatët dhe kandidatin e mundshëm. Gjejmë njëri tjetrin. Një lloj timi deri në drejt fundit doja që të mos krijonim ndonjë iluzion tek njerëzit, në kuptimin kjo kërkon punë. Kjo nuk është një kurs i lehtë, easy breezy. Pra në thelb nuk është thjesht një lojë. Na fol pak për këtë, pra që duhet që dhe kjo është pjesë e së tërës, pra. Për kushtimin që ti tregon atje është ajo çfarë shpërblet në fund. Unë përveç se shkolla, kjo është një shkollë. Pyetjet e para që kemi pas në javën e parë të dytë kanë qenë a mund ta përfundoj këtë kurs brenda 2-3 muajsh. Domethënë të kuptohet që kjo është një shkollë. Fakti që është 24/7, ka fleksibilitetin, ti mëson pa një pedagog, po mëson me komunitetin, peer to peer, të jep mundësinë që të duket në parim që nuk kam nevojë të angazhohem shumë, të përkushtohem në orë pune gjatë ditës. Sigurisht që kërkohet të angazhim në mënyrë që ti të arrish nivelin, sepse ke vetëm 2 vite kohë për ta përfunduar. Dhe të vlen ty, është punë për ty fundi. Të vlen ty në fund të ditës. Por ka qenë tetë e vështirë për të marrë. Këtë dua të them sepse dua të falenderoj edhe publikisht Temase, Fondacionin Shqiptar Amerikan për zhvillim. ADF-n. Kjo është mundësuar këtë, po patjetër. Sigurisht që ata kanë pas mundësi të investojnë në çdo projekt tjetër, sikurse edhe kanë bërë edhe piramidën, kanë vendosur të investojnë në të ardhmen, që është pra nuk ka një kleçk do njëta, se po thonin pak më herë kur jemi skeptik pse falas kjo gjë. Qëndron një fondacion që është ADF, sigurisht bashkë me të patjetër me një falënderim tepër të madh për besimin edhe për zotimin që ka pas edhe Bashkia e Tiranës dhe qendra Piramida, sepse jemi brenda në piramidë. Dhe si tha edhe pak më parë Silvestri, e mira është që ti je pjesë e një ekosistemi. Në Piramidë tashmë ka edhe Innovation Hub. Është hap tani, kështu që të gjitha këto bëhen brenda mjedisi. Mirë, është kënaqësi që kishim. Është një shkollë që quhet École Crahandvan. Do ta quajmë 42 Tirana, po 42 Tirana dhe më kollaj kështu. 42. Kështu që Donjeta Saçi është drejtore e kampusit 42 Tirana atje, Silvestri Ndoj, pjesë e këtij stafi dhe njëri ndër ish studentët e 42-shit nga Gjermania, është një mundësi për gjithë juve. Jo një mundësi e lehtë, por një mundësi e shkëlqyer, por kërkon edhe angazhimin tuaj në mënyrë që të arrini ato. Faleminderit shumë. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.